Umu Waraka ishte një grua e jashtëzakonshme që e mësoi përmendësh të gjithë Kuranin gjatë kohës së profetit, paqe dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, dhe i dha asaj leje të veçantë për të udhëhequr lutjet posaçërisht për gratë në shtëpinë e saj. Ajo dëshironte thellësisht të merrte pjesë në betejë, duke kërkuar të shërbente dhe të ofronte ndihmë shpirtërore. Profeti, paqja qoftë mbi të, e siguroi se Allahu do t'i jepte një gradë të lartë për këtë qëllim të sinqertë. Tragjikisht, ajo u vra më vonë nga shërbëtorët e saj, duke arritur martirizimin në rrugën e Allahut. Profeti, paqja qoftë mbi të, kishte thënë më parë: "Shko te Umu Waraka, sepse engjëlli e ka vizituar atë." Reflektoni mbi përkushtimin e Umu Waraka ndaj dijes, shërbimit dhe besimit. Lejoni që shembulli i saj frymëzues t'ju motivojë të thelloni lidhjen tuaj me Kuranin dhe të përpiqeni për sinqeritet në veprimet tuaja.